Për shka i për sadakatul fitri, për ta pastruar Ramazanin tonë. Prej aty ku kemi gabuar, ndonjë fjalë që kemi thënë, edhe i për që ne ti nxjerrim ditën e Bajramit, ata të varfërt spaku ditën e gëzimit, ditën e festës, të jenë me tërëz me sofër të mbushur, mos dallojnë prej nesh. Dhe më thonë, mbetet varur agjerimi i besimtarit përderisa nuk e jep sadakatul fitri. Mes tokës edhe mes qiellit mbetet. Si llogaritet hoxh për person, për antarët familjes, për shembull, Po sadakatul fitri më mirë den ai i cili e jep, çush e ka mirëqenien e tij ekonomike, gjendjen e tij, çush e ka konsumuar syfyrin edhe iftarin. Tash syfyri edhe iftari i tij e mbulon me 5 euro apo me 10 euro apo me 20 euro, varësisht njëri këto e den. Mirë, po basia islame e ka caktuar që të ketë 3 euro, 5 euro, 10 euro, në mënyrë që gjithë secili të mos privohet nga dhënia e sadakës, mirë, po ta ketë një mundësi se dhënia e sadakës është një ndjenjë mirë dhe e bën njeriu mundi mirë. Shkencëtarët kanë bërë zbulime, analiza me këto, se ata që japin sadak, japin lëmbush edhe në çështjen e analizave të përmbrenshme të trupit të tyre, rezultojnë në mënyrë pozitive.